Ditën e sotme kreu i Bashkisë së Tiranës Jeron Velia doli në gjykatën e posaçme lidhur me kalimin e dosjes së tij për gjykim. Ai ka pasur disa ankesa lidhur me procesin gjyqësor, ankesa të cilët do t'i diskutoj me avokatin e njohur Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën e nderuar. Zoti Cakrani, keni qenë ndër të vetmit avokat në fakt që keni kundërshtuar, po themi, sa procesin e të vendosurit të një të, po themi, burgosuri para të një personi siç mund të jetë Velia i Meta ose të një personi tjetër i cili nuk ka vepra të rënda penale, nuk rrezikon, po themi, sallën e gjyqit, që të mbahet në kafaz ose në atë ambientin me xham. Të njëjtën gjë ka kërkuar edhe zoti Velia i ditën e sotme, ku ka renditur disa argumente duke theksuar që është diskriminim, është paragjykim dhe është në kundërshtim me konventat europiane. Ju si e vlerësoni këtë ankesë të zotit Veliaj? Atëherë shumë faleminderit për ftesën, por shumë faleminderit për pyetjen, sepse është një pyetje e cila unë e kam ngritur, qoftë në mënyrë retorike, qoftë në mënyrë si pyetje të drejtë për drejtë, këtu e shumë vite më parë. E kam ngritur sepse kam konstatuar që në Shqipëri sot në vitin apo 2020-2025 më para apo shumë më para përdoren metoda izolimi si në mesjet. Përdorimi i metodave të mesjetës ose si metodat që përdorte ISIS-i, jo më larg se 5, 6, 7 vite më parë në Siri, kur arrestonte ose kur ndalonte persona dhe i shëtiste kafaz për të bërë atë diskriminimin poshtërimi publik. E njëjta gjë ndodh sot në gjykatat shqiptare, nderuar. Gjykatat shqiptare sot janë kthyer në gjykata inkuizicioni. Dhomat e gjykatave shqiptare, sallat e gjykatave shqiptare, të cilat kanë kafazin e hekurt ose kafazin e qelq me xhama, nuk janë gjë tjetër, janë vetëm një mënyrë poshtërimi që u bet qytetarëve shqiptar dhe çdo të paraburgosurit të burgosur ose të ndaluari. Është e papranueshme, pa perceptueshme sot, në vitin 2025, ku Shqipëria është pjesë e çdo traktati, ka firmosur çdo lloj traktati nga konventa europiane dhe çdo lloj të drejtat që përfshihet të drejtat e njeriut, që një paraburgosur të mbyllet në kafaz. Kjo është ajo për të cilën nuk kam thënë, nuk ka rëndësi fare kush është personi. Unë e kam thënë këtë pa qenë avokat as i zotit Meta, as njëri prej atyre personazheve publik që u mbroj sot. E kam thënë për çdo lloj qytetari i cili sot diskriminohet, poshtërohet publikisht. Dhe Erjo Velia, shqyqyr që u kthye dhe kuptoi që Erjo Velia me shok ka ndërtuar një drejtësi inkuizitore, një drejtësi e cila nuk bën gjë tjetër vetëm diskriminon dhe persekuton qytetarët shqiptar. Nuk ka sot asnjë vend në rajon, qoftë në Maqedoni, në Kosovë, në Maltëzi, në Greqi, e kudo, që të përdoret mënyra poshtëruese për të paraburgosur ose të burgosur. Ka pasdi. Ka vendime të gjykatës evropiane të drejtat njeriut, i cili e quajnë të patolerueshme, jo vetëm kafazin, por edhe izolimi në 41 bis. Edhe izolimi në 41 bis e ka quajtur si çnjerëzor, anti-human. Një çështje që e ka gjykuar pas një akimi që ka bërë një avokat italian. Dhe gjykata evropiane është qartësisht në vendimet e saj i ka dhënë zgjidhje të gjitha këtyre metodave, mënyre dhe qasje nga qeveritë e ndryshme të Bashkimit të Europës ose jo. Prandaj që zoti Velia është të drejtën e tij, por përpara se të ishte drejtë e tij duhet të kishte folur kur të tjerët ai shikonte te kafazi, kur i shikonte ai të tjerët te kafazi. Po është turpshme të mbash ti presidentin në mbyllur kafaz ta gjykosh të kafaz. Është çmenduri more, kupton çfarë do të thotë? Është çmenduri. Është ka pjellë, por ka pjellë e keqe, por ka pjellë e ndyrë që nuk i shikojnë këtu që kafazi është mënyra poshtëruese, është mënyrë paragjykuese e një vendimi që do merret nesër. Ja kjo është. Kështu që zoti Velia
Shqyqyr që erdhi e ka i mendimi jonë, kur e thonim atër nuk ndjej, por më mirë vonë se kur ka thënë ai. Avokat, po pse bëhet një proces i tillë? Sepse vendosja në kafazë është vetëm për individ të cilët kanë rrezikshmëri që mund t'i sulen gjyqtarit, mund t'i sulen dëshmitarëve, mund t'i sulen. Pra pse është një veprim e tillë? Pse gjykata vendos kështu? Sepse ne kemi drejtësi bolshevike. Ne kemi qasje bolshevike diskriminuese, persekutuse ndaj çdo personi i cili ne arrestojmë. Çdo person i cili arrestohet që del përpara gjykatës, i bëhet kjo sjellje me qëllim që ta poshtërojnë. Ky është qëllimi, poshtërimi. Nuk ka, e kupton, nuk ka persona të cilët padyshim që ka persona të rrezikshëm dhe duhet mbyllur ose duhet mbajtur. Duhet mbajtur në kafazë, sepse përbëjnë rrezikshmëri të lartë shoqërore. Persona të veçantë dhe ata duhet të jenë me vendim gjykate që mbyllen atje. Pra duhet të parashikohet që ata nuk mund të rrinë me avokatin aty ulur, por duhet të mbyllen atje për shkak të gjendjes së tyre, për shkak të veprës penale që ata akuzohen ose janë dënuar, e për shumë arsye. Por kjo ndodh vetëm në raste të veçanta. Por e kuptoni apo jo? Nëse unë si avokat dhe ju si gazetar, nesër për një arsye të caktuar, për një gjë banale, na arreston prokuroria dhe na arreston prokuroria dhe na çon për mas sigurie, unë e ti do mbyllemi kafazë për si terrorist, e kupton apo jo? Kjo është tregon dhe njerë që ne nuk ndërtojmë do të shtet normal, shtet të drejtët, ku të prevaloj lirit e njeriut, pa prezumimi pa fajsis. Nuk e ndërtojmë do të, është inkvizitoni. Edhe në kohën e Enver Hoxhës, po të shikosh gjyqet politike që janë bërë kohën e Enver Hoxhës, nuk ka pasur kafazë, mo. Nuk ka pas kafazë. U dënuan, i dënoi Enver Hoxha gjithmonë, po nuk ka patur kafazë. Rrinin atje, me policë, ruheshin, po rrinin aty te pajo, tavolina aty, pankina që ndërtonin ata. Edhe Ramizania, edhe Patos Nanu, aty gjithë ata kriminalët që u dënuan në 93-94, nuk kishte asnjë kafazë të hekut më. U dënuan për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Asnjë nuk u mbyll kafazë nga ata, që ishin vepra të rënda penale realisht. Nga Rani Çela me shok, asnjëri nuk u mbyll në kafazë. E kuptoni apo jo çfarë nivelesh ka arritur kjo? Kjo është këmbana alarmi. Pse e bëjnë do thoni ju? Po e bëjnë sepse janë inkuizitor dhe njeriu kush inkuizitor e bën. Kur institucionet tona janë institucione që kanë qëllim poshtërimin dhe jo qëllim rehabilitimin, dhe jo qëllim gjykimin e drejtë të paashëm, të pavarur dhe i barabartë. Jo, ka në thelbin e vetë poshtërimin. Do ta poshtëroj sa më shumë, që ta shikoj publiku, të kënaqet publiku, jemi gjak publiku, duke hedhur këto sjellje publikut, ua kafazi, me këtë gjë që përdorin dhe gazetarët, u mbyll te kafazi, thonë. U mbyll te sikur kjo është një gjë bukur kjo që ta përdorësh. Po si mund ta mbyllësh te kafazi? Ku? Si mund ta mbyll? Dhe qeni nuk e mbyll dot te kafazi, mo. Se të dhimbset, qeni nuk e mbyll dot kafaz, se të dhimbset. Ka krijuar kushte edhe për qenë dhe për kafshët, sot bota. Por mos t'i mbyll në kafazë, por t'i jap kushte ashtu, mënyra transporti më soft, më të bukura, më të lehta, më pak stresuese. Për kafshët flasim. Imagjinoti çfarë do Shqipëri 2025. Po më gjeni një vend Bashkimit Evropian. Një, përveç atyre që gjykojnë mafiozët. Gjykonin në vitet 80 Cosa Nostrën italianët dhe i kishin jo në kafazë, po kishin dhomë të tërë, po para kishte një kështu. Një ashtu të hekur që ata mos të deportonin te gjykata, se ishin 100-200. Po jo sot, është normale duket, tulësh presidentin ti në kafazë atje me pranga. Ja kjo është Shqipëria sot. Këtë duhet të ngrini zërin ju gazetarë. Këtë duhet të ngrini zërin. Avokat, po ashtu Velia ka pasur dhe ankesa lidhur me njohjen e akteve, pasi sipas tij gjykata ose prokuroria nuk i ka vendosur në dispozicion aktet, i ka vendosur një OSB, por nuk lejohet mjetet pajisjet për ta lexuar OSB në burg, e ndërsa nuk i kanë vendosur, po themi, në mënyrë të printuar gjithë materialet. Atëherë ta shpjegoj këtë moment.
në seancën e kaluar, që kisha unë çështjen e zotit Meta, presidentit, kam ngritur po të njëjtin problematik. Pra, presidenti ka ngritur të njëjtin problematik përpara gjykatës, ku i ka kërkuar prokurorisë gjykatës që të njihet me aktet. Okej, jam njohur unë si avokati ti me aktet, po duhet të njihet edhe ai, sepse është detyrim ligjor, ky është përcaktim ligjor. Nuk e përcaktojmë ne. Sepse ligji e ka në momentin që përfundojnë hetimet, mbyllen hetimet, sipas kodit procedurës, duhet të vendosi në dispozicion akuzën, aktet, provat, cilët të ngritur akuza. Ata nga ka vendosur ne një CD me 70.000 faqe. Po zoti Meta CD me 70.000 faqe, ku do ta hapi? Ku s'ka as kompjuter, nuk ka asnjë mundësi për të përdorur mjekte elektronike. Dhe si mund të shkosh në përgjykim kështu? E njëjta gjë është edhe për zotin Veliaj. E njëjta situatë është për zotin Veliaj. Dhe me të drejtën e tij zoti Veliaj kërkon të gjithet me aktet. Okej, jo avokati, unë jam avokati, unë merrem me anën ligjore. Ato gjërat e tjera i di personin në hetim, apo i pandeuri. Ai është ai do të njihet me të gjitha detajet. Ai do t'ia shpjegoj pastaj avokatit. Pse ka ndodhur kjo? Pse ka ndodhur ajo gjë? Pse ka ndodhur ky veprim? Ose nuk ka ndodhur ky veprim? Pse unë mund ta lexoj dosjen 70.000 faqe? E lexoj, konstatoj, por veprimet i ka bërë klienti. Pra, ai veprimi aty, atë ai që është bërë ose nuk është bërë, do të më japi, do pyes klientin unë. Do më japi shpjegim. Mund të ketë ngjarje ose rrethana të cilët ti mund t'ja shpjegosh duke lexuar dosjen, por nëse do e lexonte ai dosje mund ta shikonte më ndryshe ngjarjen, situatën, gjitha këto. O i nderuar, nëse ju po ta marr shembull thjesht në për teleshikuesit, për shikuesit tuaj. Nëse ju më vini tek mua si studio ligjore, më shpjegoni problematikën tuaj, unë do t'jap zgjidhje, por hallin, problemet, vepër penale të shkaktuar ose jo, e ke bërë ti dhe ti do më japë shpjegime për çfarë ka ndodhur, çfarë ke bërë ti këtë periudhë. Pra, po se lexove ti dosje, po se ditë ti, të ma shpjegosh mua, sepse prokurori atje mund të gënjej. Po, nuk po ndërtoj dot akuzën me gënjeshtat e prokurorit, atë mbrojtjen me gënjeshtat e prokurorit. Prandaj duhet që ti si personi i akuzuar duhet të gjithesh me akte, ti thosh avokatit, avokat, shiko, ajo në filan faqe nuk është kështu, po është kështu. Që unë të bëj mbrojtje. Po si mundet, mon? Si mundet? Që ti, prokuroria, kaq serioze është, sa nuk i vendos dispozicion të pandeurit, dosjen. Ti mund të bësh proces të rregull ligjor të tillë. Unë ngrita këtë shqetësim, thash, jam në kaluar, që e gjiki vetë presidenti, në seancë, duhet të gjive me akte. Me akuzën, me ato që cilën i rëndojnë mbi mua, nuk i duat gjitha, po të paktën ato të cilat janë flasin për mua. Kështu që është një drejt procedurale kjo e zotit Velia. Se si mund të t'i garantoj zotit Velia, ti do shkoj atje pa njërë me provat. Që kam mbledhur prokuroria dhe atë e akuzon. Si mundet më? Se unë mund merrem me po s'më tha zoti Velia, unë nuk bëj klienti im në rastin konkret, po e marr zoti Meta apo kështu me radhë. Unë nuk kam se si të bëj papërdoshmëri, pavlefshmëri, të thirr të shpitarët, të thirr atë që mund ka dieni e kështu me radhë. Kështu që do ma shpjegosh ti mua, edhe ke qenë ti në vendin e ngjarjes. Të ka ndodhur ty në momenti. Dhe bashkëpunimi me avokatin në këtë forum bëhet, që ti t'i shpjegosh versionin tënd, jo atë që më jep mua prokuroria. Jo më s'duat prokurorisë, prokuroria mashtron ka, është të drejtë e saj, do ndërtoj akuzën, do të dënoj, po unë duhet të dëgjoj versionin tënd, që si personi i cili akuzohesh. Dhe kështu që zoti Velia është në të drejtën e tij procedurale dhe kjo praktik antiligjore e prokurorisë dhe gjykatës duhet marrë fund. Një herë e mirë, një herë për gjithmonë. Sepse janë praktika që bien ndesh me parimet bazë, si të kodit procedurës dhe të kushtetutës, për sa i përket
ballafaqimit të prova, kontradiktoritetit. Dhe nëse nuk ndodh kjo, atëre ne nuk bëjmë proces gjyqësor të rregullt, procedural, siç parashikon kushtetuta dhe konventa. Ne bëjmë një proces për statistik. U dënua ky, u dënua ai, jo me mbyll aty dhe në fund fare kur referon në prokurorin në komision të ligjeve dhe në atë parlament, e ka statistika ai, u dënua ky, u dënua ai. Ja kaj, kjo është. Kështu që zoti Belia për ta mbyllur është në të drejtën e tij ligjore. Avokat, duhet diskutoj me ty dhe një çështje tjetër ka të bëjë me vendimin e gjykatës kushtetuese, ose më saktë pamundësinë për të vendosur të gjykatës kushtetuese nëse çështja e Belinda Ballukut, të kërkesës së kryeministrit për pezullimin e Belinda Ballukut, do të kalojë në seancë plenare. Në fakt, 3 gjyqtarët janë mbledhur dhe kanë vendosur që kjo çështje t'i kalojë 8 gjyqtarëve, pra të jenë të 8 gjyqtarët kushtetues që të marrin vendimin nëse çështja do të kalojë në seancë plenare apo jo. Çfarë do të thotë kjo, një lexim i shpejt paraprakisht me vendimin e pritshëm të gjykatës kushtetuese? Pra, a janë të ndarë gjykatësit e kësaj gjykate? A mund të kemi një vendim surprizë? Shiko, e kam thënë në krye të erës dhe vazhdoj të them. Vendimi, kërkesa e prokurorisë dhe vendimi i gjykatës së shkallës së parë, të gjyqtarit Erion Qela, për mua është një vendim që bie ndesh me kushtetutën. Bie ndesh me ndarjen dhe cënimin e ndarjen e pushteteve. Ne kemi 3 pushtete: ekzekutivi, legislativi dhe gjyqësari. Okej, gjyqësari nuk mund të ndërhyjë dot te legislativi. Po ka të drejtën e tij ta hetojë, ja jep ligji e kushtetuta, ja jep ligjin e kushtetuta për të kryer hetime, qoftë edhe për kryeministrin po dështu, por nuk ka tagra të drejtën që të diktoj kryeministrit, ministrat, që t'i futet atij në Këshillin e Ministrave për ta pezulluar një ministër nga detyra. Ligji e ka që ti të shkosh të bësh kërkesën, ti drejtohesh kuvendit, ti heqësh imunitetin dhe më pas ti bësh arrestimin, kur e shikon që është në kushtet e të rëndesës të provave, prishjes provave, largimit e kështu me radhë. Kjo është rruga që kushtetuta e ka përcaktuar. Pra, rruga që duhet ndjek prokuroria. Fakti, rruga që ka zgjedhur prokuroria, duke ndërhyrë në zyrën e Këshillit Ministrave për t'i diktuar një ministër që do jetë apo jo në detyrë, kjo është një shkelje e rëndë e ndarjes së pushteteve. Unë kështu e kam cilësuar dhe vazhdoj të qëndroj kësaj. Dhe mendoj dhe besoj që gjykata kushtetuese t'i japi një shuplap gjyqtarit Erion Qela, sepse e bëri vazhd, e ka bërë vazhd zoti Qela, jo vetëm me zonjën Balluku, e ka bërë vazhd me zotin Meta, e ka bërë vazhd me zotin Kokë, pra nuk është vetëm veprimet që ka bërë. Sepse këta legjitimojnë çdo lloj idiotësie, çdo lloj kërkese, idiote në kuptimin procedural të gjës, që i kërkon prokuroria. Po thuaj njëri jo, thuaj njëri jo. Thuaj njëherë që kjo nuk bëhet se është antikushtetuese. O gjyqtar, thuaj njëherë që kjo gjë nuk bëhet, sepse kjo bie ndesh me parimin kushtetues. Thuaj njëri jo. Tani, unë shpresoj që gjykata kushtetuese t'i japi një shuplak Erion Qelës, gjyqtarit, që të kuptojnë edhe ata kolegët e tij të tjerë, që mos të pranojnë afërmendësh çdo gjë që kërkon prokurori. Ky është mendimi im. Unë e shikoj që është cënuar rënd ndarja pushteteve. Ka hyrë në pushtetin ekzekutiv. Dhe ndërhyrja në pushtetin ekzekutiv në këtë formë, në këtë mënyrë,
Nuk po i themi pse heton, po themi pse merr vendime që nuk të takojnë ty. Kështu që unë mendoj që gjykata kushtetuese do japi një vendim sa më të drejtë që ta pezulloj vendimin e gjykatës shkallës së parë. Dhe zonja Balluku të shkoj në punë, se çfarë do ndodhi më pastaj, ai është problem tjetër. Ai t'i futemi asaj kërkesave që mund bëjë prokurori më pas, që do i drejtohet kuvendit për heqje mandati, imuniteti e kështu me radhë. Ato janë rruga e ligjore siç u ndoq për zotin Berisha. Sepse ata të njëjtë që bën me zotin Berisha, i vendosën 2 masa. Po ku ke gjorti i vendosen 2 masa? Siguria. 2 masa nuk ka. Vendoset një masë shtrënguese edhe një masë ndaluese. Masa shtrënguese e një është, se është quhet kufizim lirie. Nuk ka rëndësi se je në arrest me burg apo je në arrest shtëpi, apo ti je në gjendje të lirë ose të zhbllokuar pasaporta. Sepse liria është perceptimor, se ka njerëz që e perceptojnë lirinë këtu aty, ka njerëz që e perceptojnë lirinë më të gjerë, brenda 28000 kilometrave. Kështu që unë mendoj që gjykata kushtetuese të japi një zgjidhje përfundimtare duke u bazuar te neni 242 kodit të procedurës penale, që mos të ketë më asnjë dyshim ekuivok nga prokuroria dhe padyshim nga gjykata e posaçme apo çdo lloj gjykate tjetër. Avokat, po si shpjegohet nëse po themi ky ligj pra për pezullimin e një funksionari të lartë publik është kaq thjesht i lexueshëm. Nëse gabon një gjyqtar i gjykatës speciale, çfarë presim nga gjyqtar të thjesht pastaj? Shiko, do të kuptojmë diçka. Neni 242 që gjithë i referohen, e ka të qartësisht të përcaktuar, padyshim thotë që përveç atyre që janë të zgjedhur. Pra, kryetarëve të bashkisë ti nuk e shkarkon dot. Pra, nuk e pezullon dot. Përveç se po arreston si zoti Velia. Sepse nuk i ke tagrat. Por ligjvënësi e ka lënë atë për funksionar publik të tjerë. Po nuk e ka menduar që një ministër ose zëvendës kryeministre apo kushdo tjetër pjesë e kabinetit, një ministri caktuar, në momentin që do ishte i pandehur, do kërkonte të vazhdonte atë me funksionin publik. Dhe është marrësie e mirëqen kjo, që një ministër kur i ngrihet një akuzë si zonjë Balluku, mendon që ta shkarkoj kryeministri, po nuk kënaq qeveria, ose ajo vet, ose ai vet do japi dorëheqje sepse fundit ka moral, njeriu dhe politika e kështu me radhë. Dhe ne në jetën tonë drejtohemi nga morali, nga etika. Pastaj na ligji, ne nuk bëjmë një veprim saktuar, nuk e bëjmë pak sepse na dënon ligji, por themi na dënon morali, shoqëror, kanonor, zakonor e kështu me radhë. Dhe kështu që nuk është parashikuar specifikisht e kjo dispozitë në 242, pa një fakt i tillë, sepse nuk ka ndodhur vërtet zoti Rama, thot, nuk ka në asnjë vend të botës që pezullohet zëvendës kryeministri, ministri kështu me radhë. Po, nuk ka. Sepse ata japin dorëheqje që në moment janë në hetim, jo më të pandehur. Dhe Rama los me këtë tokfjalshi. Nuk ka ndodhur asnjë vend të botës. Po pse? Sepse nuk arrin deri te kjo lloj mase që gjykata të vendosi mas pezullimi. Dhe nuk e parashikon bota këtë, asnjë kod penal, asnjë kushtetues e parashikon, sepse ka morali. Në kohën që në Shqipëri nuk ka moral, ka mbetur aty ajo dispozita, pa u prekur, pa specifikuar. Kështu që në momentin tani që këtyre ju duhej kjo, u kujtuam këta që dale se kjo dispozita nuk e ka për ministrat, për ka vetëm për funksionar publik, që janë të emëruar e kështu me radhë. Kështu që kjo ka mbetur një vakum tani, ka mbetur një gërsh, që do të japi zgjidhje gjykata kushtetuese. Kjo është e gjithë. Çfarë rrezikon Shqipëria nëse gjykata kushtetuese vendos që gjykata e posaçme ka pasur të drejtë me interpretimin e nenit duke pezulluar Belinda Ballukun? Çfarë do thotë kjo për shtetin shqiptar? Shiko, tani të jemi drejtë. Shqipëria nuk është një vend që shquhet për liri dhe të drejta dhe në një shtet të drejtës e për një drejtësi
të bazuar në shtetin e së drejtës. Nuk është e njëjtet për këto tilla gjëra. Shqipëria vërtet me mundin e madh që Edi Rama kërkon ta promovoj apo e liçon në botën perëndimore si një vend normale, kështu Shqipëria nuk është një vend normal. Sepse mjafton që ti të shikosh urimin që bëri sekretari Rupio, bashkë me që po ta bashkosh atë tok fjalshin e urimit me fillimin me fundin, ka uruar një vend narkoshtet. Nëse i bashkon ato dhe i lidh, ai ka uruar narkoshtetin. Dhe kështu që kjo e dëmton akoma Shqipërinë, sepse fundit, si thash pak më parë, politika është moral. Ti s'mund të prezantohesh më në botë, por se do shkoj kjo individi, po këtu është çështja ana morale, se ana ligjore se ndalon. Supozojmë u bë pezullim dhe dha drejt gjykatës kështëtuese. Ti do marrësh vend kryeministrit do ta prezantosh në Europë, ndërkohë që ajo hetohet për korrupsion, po është marrë pa ndër në korrupsion, e po hetohet për ca vepra tjera penale. A ka moral më ky kryeministër t'ia prezantoj, ore do vi të huaj këtu, vjen një udhëheqës shteti, do prezantosh ministrat e tu, si do ju thuash? Kjo është ajo ministria e cila është e pandehur, po për kaq aq vepra penale për 100 miliona tu 50 aty, po e mbajmë në detyrë. Po morali ku qëndron këtu? Morali ku qëndron? Kështu që unë nuk mendoj se kjo e nderon nga pikpamja morale zoti Rama, qeveri, po dhe Shqipëri. Sepse do jetë unikale, ashtu si zoti Rama do jetë vendimi që ka marrë gjykata e posaçme për zonjën Balluku është unikal në botë, ashtu do jetë unikal në botë që një zvës kryeministër, ministri i infrastrukturës më i rëndësishëm i një qeverie, me akuzë konkrete, vazhdon të ushtrojë funksionin. Kur ndërkohë, para një jave, ai në Rumani, ministri ishte dhënë dorëheqje sepse kishte gënjur në CV-n e tij. Do thuash ti, ky është standard i lartë shumë ai moral. Po çfarë them unë tani? Ky standard i morali ka vendosur Evropa vetë. U detyruan në Ukrainë, por janë në luftë. Për shkak arsye korrupsioni shkakoi ai. Njeriu më të afërt, mikun e tij, Zelenski. Para një jave ka. 4 ditë, 5 ditë. Kështu që unë mendoj se nga pikpamja morale, kjo është shumë e rëndë. Është shumë, por shumë e rëndë. Nga pikpamja ligjore pastaj, hajde t'i japim të drejtë dhe unë padyshim që ka të drejtë zoti Rama dhe zoja Balluku. Avokat, çfarë ndodh nëse legjitimohet, po themi, e drejtë e gjykatës së posaçme për të shkarkuar një ministër, i bie që legjitimohet edhe drejta e kësaj gjykate për të shkarkuar dhe kryeministrin, pra për të pezulluar, jo shkarkuar. Çfarë ndodh nëse më lejo ta sqaroj. Çfarë ndodh nëse pezullohet kryeministri? I bie se nëse gjykata dhe Partia Socialiste nuk don, shiko, nëse pezullohet kryeministri dhe Partia Socialiste nuk don që të ndryshojë kryeministri, çfarë ndodh në tilla raste? Jo, shiko. Ja, ajo nuk ka për ndodhur kurrë. Shiko, sepse këta me këtë po lozin tani. Nëse unë kam dhënë disa opsione. Nëse gjykata, mendoj unë, kushtetuese, do ta legjitimoj vendimin e gjykatës shkallës së parë, jo automatikisht do t'i japi të drejtë prokurorisë apo gjykatës posaçme që të ndjekë të njëjtën rrugë ndaj kryeministrit, sepse nëse ata po morën vendim, do marrin vendim vetëm për ministrat, po jo për kryeministrin. Ata do ta cilësojnë që kryeministri është funksion kushtetues dhe ti ndaj kryeministrit nuk merr dot mas pezullimi. Pra, gjykata kushtetuese vendimin e saj, nëse është ky version që ne po diskutojmë, mund të forcoj pozitat për hetim ndaj kryeministrit, që nuk do ketë shanse që prokuroria e gjykata të marrë një vendim pezullimi, por për ministrat ne do ndjekim të njëjtën rrugë si me Balluku. Pra, nuk ka për të ndodhur ajo që këta kërkojnë ta visi populizëm, se po e shesin si populizëm. Por vendosi tash, mund të blindojë Ramën, do vendosi që t'i japi fuqi kushtetuese kryeministrit, sepse është i zgjedhur e kështu me radhë, po ministrat do t'i quhet emëruar. Pra mund të blindojë Ramën
që në gjitha rastet Rama nuk preket dhe Jo Ramën, kuptojmë, jo Ramën si individ. Kryeministrin. Si kryeministri që mund të jetë kushdo tjetër nesër, kuptohet? Okay. Kuptohet? Pra, mundet ta cilësoj kryeministri si pozicion kushtetues dhe ti s'ke të drejtë të bësh veprim pezullimi ndaj tij, mas pezullimi, por ministrat nuk janë kushtetues, do i quajmë temëruar dhe ndaj tyre prokuroria mund të veprojë. Pra, mund të jetë ky një version i tillë. Kupton? Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë dhe shpresoj të kem qenë shtërrues.